15 vendet ku njerëzit janë më të lumtur në botë. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot do t'ju marrim me vete në një udhëtim rreth botës për të zbuluar se cilat janë 15 vendet ku njerëzit janë më të lumtur. Bazuar në raportin botëror të lumturisë dhe faktorë si ndjenja e komunitetit, mbështetja sociale, shëndeti, liria personale dhe cilësia e jetës, këto vende i udhëheqin listat botërore. Le ta nisim udhëtimin ton nga vendi i 15. Mbretëria e Bashkuar. Pavarësisht klimës, shpesh me shi dhe ditëve të shkurtra me diell, britanikët tregojnë një ndjenjë të fortë komuniteti, qëndrueshmëri ekonomike dhe përkujdesje ndaj shëndetit mendor. Edukimi është i avancuar, kujdesi shëndetësor falas dhe pjesëmarrja në jetën kulturore janë disa prej faktorëve që ndikojnë në mirëqenien e banorëve. Belgjika. Një vend i vogël në zemër të Europës, Belgjika ofron një sistem të shkëlqyer shëndetësor, transport publik efikas dhe një standard jetese të lartë. Belgët e vlerësojnë shumë ekuilibrin mes jetës dhe punës dhe janë të angazhuar në aktivitete sociale dhe kulturore që rrisin ndjesinë e përmbushjes personale. Irlanda. Irlanda është një vend i njohur për mikpritjen dhe atmosferën e ngrohtë. Bashkë me peizazhet e gjelbra, sistemin e mirë të edukimit dhe aksesin në shëndetësi të mirë, irlandezët e shijojnë jetën në një mënyrë të qetë dhe plot energji pozitive. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe pse një vend shumë i madh dhe i larmishëm, në SBA shumë njerëz ndihen të lumtur fal mundësive për zhvillim personal, mbështetjes komunitare dhe përfshirjes në aktivitete që kanë kuptim për ta. Teknologjia, arti, sporti dhe mënyrat e ndryshme të jetuarit u japin njerëzve një ndjenjë autonomie dhe kontrolli mbi jetën e tyre. Austria. Austria ofron një sistem publik të shëndetshëm, transport të zhvilluar dhe peizazhe mahnitse malore që nxisin relaksimin dhe jetesën aktive. Austriakët kanë një sens të fortë komuniteti dhe janë shumë të angazhuar në aktivitete kulturore si opera, muzikë klasike dhe festivale lokale. Australia. Jeta pranë plazheve, klima e ngrohtë dhe kultura miqësore bëjnë që shumë australianë të ndihen të përmbushur dhe të lumtur. Shteti mbështet jetesën e balancuar, ofron shërbime të mira publike dhe promovon barazinë sociale. Zvicra. Zvicra është e njohur për sistemin e saj të përkryer shëndetësor, infrastrukturën moderne dhe pasurinë ekonomike. Por mbi të gjitha, niveli i lartë i sigurisë dhe qetësisë e bën jetën më të rehatshme. Zviceranët janë gjithashtu shumë aktiv në natyrë, gjë që lidhet ngushtë me mirëqenien mendore. Luksemburgu. Ky vend i vogël, por shumë i fuqishëm financiarisht, ofron cilësi jete shumë të lartë. Banorët gëzojnë kushte të shkëlqyera për punë dhe pushim, arsim të avancuar dhe siguri të lartë. Kultura ndërkombëtare që mbizotëron në Luksemburg e bën jetën më dinamike dhe të pasur shpirtërisht. Norvegjia. Norvegjia kombinon bukuritë natyrore me një shtet social shumë të zhvilluar. Njerëzit gëzojnë përkrahje të fortë nga qeveria, shërbime cilësore
dhe kohë të mjaftueshme për të shijuar jetën. Ata japin shumë rëndësi aktiviteteve në natyrë dhe balancës mes punës dhe pushimit. Suedia. Në Suedi, barazia, kujdesi shoqëror dhe liria individuale janë thelbësore. Shteti ofron mbështetje të gjerë për familjet, të moshuarit dhe studentët. Suedezët praktikojnë një mënyrë jetese të thjeshtë dhe harmonike, shpesh të lidhur me natyrën dhe komunitetin. Holanda. Holandezët njihen për jetën aktive, biçikletat dhe shërbimet publike shumë funksionale. Niveli i lartë i besimit social dhe respekti për diversitetin krijon një ambient ku njerëzit ndihen të lirë, të sigurt dhe të respektuar. Zvicra. Po, sërish për një arsye tjetër. Ndërsa e përmendëm më parë për përfitimet materiale, në këtë renditje Zvicra dallohet edhe për organizimin shembullor të jetës. Njerëzit janë shumë të disiplinuar, planifikojnë me kujdes ditën e tyre dhe e gjejnë lumturinë në një rutinë të qëndrueshme dhe të parashikueshme. Islanda. Ky vend nordik me popullsi të vogël ka një ndjenjë të fortë komuniteti dhe shumë pak kriminalitet. Islandezët e ndjejnë mbështetjen e njëri tjetrit, kanë qasje të mirë në kujdes shëndetësor dhe e shijojnë natyrën e egër që e karakterizon vendin. Danimarka. Danezët praktikojnë konceptin e hygge, që do të thotë të ndjesh ngrohtësi, rehati dhe qetësi në jetën e përditshme. Me një sistem arsimor, e shëndetësor, cilësor dhe një qeveri të besueshme, Danimarka është një nga vendet më të balancuara për të jetuar. Finlanda. Për vitin e 6 të radhazi, Finlanda mban vendin e parë si vendi më i lumtur në botë. Pse? Sepse finlandezët gëzojnë një kombinim të rrallë. Qeveri të ndershme, edukim falas, sistem shëndetësor efikas, lidhje të forta komunitare dhe shumë hapësirë për vetmi dhe qetësi. Të gjitha këto kontribuojnë në një ndjenjë të thellë mirëqenjeje. Nëse të pëlqeu ky udhëtim virtual në 15 vendet më të lumtura në botë, mos haro të bësh një like, të abonohesh në kanal dhe të komentosh. Në cilin prej këtyre vendeve do të doje të jetoje?